më kujtu një tekst shumë me tension, profesor Artan Fugës, para shumë muajsh, i cilin ai gati sa smalkonte, si nuk u gjetë, thotë ai, një ministër kulture, i cili për një mend do t'ishte ministër, arsimi në fakt, i cili për një mend do të bënte reforma të mirëfillta në arsim. Ne kemi probleme shumë serioze me arsimin, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në gjithë botën shqiptare. Ne, falë Zotit, tash kena një rrjet jashtëzakonisht madh të shkollave, të gjitha niveleve. Bota shqiptare kur nuk ka pas ma shumë universitete publike dhe private, kur nuk ka pas diversitet më të madh të shkollimit. Mirë po, e vërteta është që po të shikoni arsimin publik, tekstet shkollore ende kanë mbledh dhe hartohen me mendësitë e vjetra, shumë raste, thash, ose me mitologji, ose me stalinizëm, dhe këto mund të shikoni edhe në letërsi, po të shikoni edhe në histori, edhe në edukatë qytetare, edhe gjithandej. Prandaj shtrohet nevoja që të hapet një debat lidhur me këto tekste, edhe lidhur me nevojën që ato të rishikohen dhe të përshtaten me nevojat e reja që kanë gjeneratat e reja. Fjala vjen ende mësojmë edukatë qytetare në shkolla. Fëmijët tash më shumë kanë nevojë që të mësojnë ta zëm edukimin medial, si lëng, që të mësojnë si përdoren mediat, çka bëjnë mediat, si duhet të mbrohemi. Ka raste të varësisë së të rinjve prej internetit. Kompani statistikë të llahtarshme në Kore në Jugut, për shembull, prej 40 milion banorëve, 2 milion të rinj janë të varur prej internetit deri në masën sa trajtohen si raste psikiatrike, sepse humbin ndjesinë e realitetit, jetojnë në botën virtuale. Pra na duhet tash gjeneratat e reja të ofrojmë mësime praktike për sjelljen në qytet, raportin me mediat, raportin me lirinë e shprehjes, këtë lirinë e shprehjes. Këto tekste me një fjalë duhet të rishkruhen nga e para, duhet të shkruhen nga ekspertë që kanë formime të reja, ndjeshmëri të reja, qasje kritike, dhe jo nga ata burrat e thinjur, sepse unë nuk jam thinjur plotësisht ende, të cilët i kanë shkru librat shkollor tash 40 vjet, pothuajse janë të njëjtit autor që i shkruajnë. Për kuriozitet mund të them ta zam shumë vite jam marrë me tekste shkollore në shkollave të mesme të letërsisë edhe edukatës qytetare për të përgatitur testet e provimeve pranuese në universitet. Një autor i ka shkruar të gjitha librat e letërsisë për shkollat e mesme. Kjo është, domethënë, mënyra më e keqe e mundshme për të ofruar vetëm një version të interpretimit dhe për të kriju pastaj mendje të mbyllta, mendje dogmatike.